Përshëndetje shikues të nderuar. Për ju sot e kam përgatitur një këshill e cila është jashtëzakonisht e mirë për shkrirjen e vjamit rreth belit, e cila është për dobësim dhe gjithashtu është e mirë për personat të cilat kanë problem me sëmundjet kardiovaskulare. Prandaj është një recetë e vërtetuar shkencërisht, e cila nuk ka ndikime anësore dhe është të shëndetshme, është natyrale, prandaj provojeni se është jashtëzakonisht e mirë. Dhe për to ju vjen fara chia, gjys limoni, edhe një lugë mjaltë. Ajo përgatitet në këtë mënyrë. Fara chia i merrni, i veni me një gotë, një lugë, domethënë për një përdorrim është një lugë, dhe e veni një lugë plot. Dhe e merrni një lugë ashtu dhe ja veni një gjys filxhoni ose një filxhon të kafës të vogël, i veni ujë të vluar. Dhe i përzini këto dhe i deni kështu të qëndron spaku 15 deri në 20 minuta. Dhe unë tani e kam përgatitur në shtëpi, se si duket, domethënë e fitoni prej këtyre farave nëse leni kështu 10 minuta, dhe me thonë e fitoni një gell, i cili është në këtë mënyrë, të cilën mund të hani edhe kështu, në çfarë dush kohë, dhe me thonë e kanë efektin e net. Por kjo pija, e cilën unë e preferoj për dobësimin, dhe me thonë e shkrirjen e vjamit, e merrni e përgatitni në këtë mënyrë. E veni në gotë, dhe kësaj ja shtojmë një ujë derisa të mbushet kjo gotë. Dhe me thonë ujë të cilin e kemi fituar nga aparati për filtrimin e ujit, kamelotin. Edhe ja shtoni ujin. E përzini këto mirë. Dhe kësaj ja shtoni parafursisht një lugë apo 2 lang të limonit dhe një lugë mjaltë. Dhe këto e përzini mirë derisa të fitoni, do të thonë një pije të shijshme e të shëndetshme. Dhe janë shikues të nderuar, këtu e kemi një gotë me fara chia, me një lugë limon dhe me një lugë mjaltë, e cila preferohet zakonisht me pi në 2 orë para buke ose 2 orë mas buke, dhe është shumë e mirë për shkrirjen e vjamit rreth belit dhe për personat të cilët kanë probleme me kapslëk dhe që kanë probleme me sëmundje kardiovaskulare, dhe me thonë i pastron shumë mirë in të gjakut. Këto mund ta përdorni çdo ditë, por jo më shumë se një gotë në ditë. Prandaj me një recetë dhe një këshill jashtëzakonisht të mirë, të vërtetuar shkencërisht, shikues të nderuar, unë ju përshëndes duke ju uruar gjithë të mira.